Ke do një gjati? Jo, po di këtë një. Jo. Unë kam një shenjë. Në balë. Ja, macja. Ne kemi ardhur në Berat, kështu pa plan, po do të flasim më shumë, se ka shumë muzikë. Take me on your magic river. Tell me all your dreams alive. Sign me up and tell me about the people that you know who are Qajere po fryn. Si jeni? Është dita tjetër, dje nuk ju fola më se erdhëm shumë vonë. Na u desh të shtrieshim direkt që të mos vënohesha Adrola për të fjetur dhe ishte gati për sot në kopësht. Dje në Berat ikëm kështu si pa plan. Shikoni tani, nuk ishte faji. Ishte faji endre, që nushi këtej se qa po bën aty lart. Prisni ta shkoj pak. Qa kërkon ti këtu? Zbrit poshtë. Edhe, po thoja, gatova thjesht za një ditë më përpara unë, kishte edhe për dje do me thënë, për të ngrënë drek. I thash Endrit i shkoj ta bli buk. Kur erdhi Endri, erdhi pa buk, nuk e kishte lexuar mesazhin. Plus Adrola ishte veshur edhe thoshte do dali. Kështu që ku do ikim, në Vlorë ose në Tiranë, tha Endri. Në Vlorë nuk kishim çfarë të bënim, se po vinte pak vonë dhe normale, ku ka det, nuk del do ta shkollaj se të fryn era dhe shaku. Në Tiranë ishte vonë dhe i thash do ikim në Berat, se kishte një 2-3 ditë që më kishte vajtur mendja për tacos, shumë e thjeshtë, shkuam në Berat. Këto për dje, tani sot. Jam inatosur me Endrin. Se do thoni ju? Më erdhi mesazh që ka ardhur Pako nga Temu edhe është tek posta. Të postën unë nuk e di ku është. Do me thënë, kam paka shumë idenë ku mund t'jetë, nuk e di nëse është ajo. As Endri nuk e dinte ku ishte, por që ai është me makinë dhe e ka pak më të kollajt i gjej se sa unë në kam bikandej këtej. Nuk më thot që unë do iki në Vlorë edhe shko mere vet. Tani që ajo është duke u mbyllur, më thot unë jam në Vlorë edhe shko ta marrësh vet. Unë kam Adrolën në gjumë, kështu që ngelet për nesër, po nuk e keni idenë sa inat më vjen, se kur më vjen ndonjë Pako, çado lloj gjëje që tjetë, unë e dua ta marr në sekond. Prandaj jam me inatosur. Doja dhe që t'ja u tregoja, e di që kam porositur normal se i shikoj shpesh, po kam vënë disa gjëra të tjera në sport edhe dua që të vinë këto, të kthej ndonjë gjë dhe të porosit të tjera, duke shtuar lek normal. Kështu, ju thash që po flyn shumë herë jashtë, edhe gjithë të ditë kohën e ka dhënë për shi, por që shi nuk po shikojmë. Sot flyn shumë herë, po është diell. Dje apo pardje, nuk e di. U bë qielli aq i bukur, i kanë bërë pak filmime, do ja u le tani këtu. Unë vdes mbaroj kur është qielli ashtu, kur merr atë ngjyrë o Zoti i Madh. Dua vetëm të ri aty ta shikoj pa u lodhur fare, pa u mërzitur fare. Nejse, unë kam hequr këtej të gjitha çarçaf, kuverta, i kam hedhur krevatit sot buke, se thonë që largon aromat edhe nuk e di, kështu që po ja kam hedhur për ta larguar në një aromë që mund të ketë. Edhe u bë goxha, kështu që tani më duhet ta fshi edhe ta pastroj. Po dalim ne, është dita tjetër, është drek, diku ora 1, po koha është merre keqe, sidomos lart njërë dëgjohesh sikur kush e disa herë po frynte. Fryn normale, po jo aq sa ndjesh lart, ama bie shumë shi. Nuk e dim ku do ikim, po unë në radh parë dua të marr një Pakon, pastaj shikojmë të tjerat. take me on your magic river. Tell me all your dreams alive.
Prap nga dita tjetër. E di që kam filmuar shumë pak, ka shumë ditë. Si që kam thënë, më mirë pak se sa hiç. Dje, shkuam në Tiranë, e vendosëm në Tiranë, donim të shkonim në Durrës në fakt dhe u nisëm për në Durrës. Po, duke qenë se kishim ngrënë edhe nuk po na haj, unë kam parë një vend në Durrës që bën Bubble Waffle. Edhe isha fiksuar, po nice. Pastaj shkuam në Tiranë se do blinte Endri xhinse. Shkuam te New Yorker. Si fillim shkuam te Lodrat, një normal, se para ato rolën nuk bën dot asnjë gjë. Pastaj shkuam te New Yorker. Përveç se ishin shumë shtrenjtë, nuk është se kishin ndonjë material kush e di. Tani shumë shtrenjtë. Te 25-30 e pak, por që nuk ishin material fare të mirë. Shkuam tek HM, te HM-ja nuk gjeti Endri asnjë palë si ato që deshte, sepse janë nga këto që kanë dalë në mod tani të gjëra edhe Endri nuk i do ashtu, i do të ngushta poshtë. Edhe aty nuk gjeti asnjë palë, kështu që tek fundi që shkuam ishte Waikiki, përveç çmimit që është i mirë, besoj se kanë edhe pak a shumë cilësinë e njëjtë me New Yorker. HM-ja bën diferencën, por që prap aty i gjeti dhe aty i mori 2 palë që i pëlqyen. Përfitova dhe unë pastaj të merja dhe 2 gjëra për rolën, për në kopësht. Një mora këtë bluzën me limona, kjo ishte 3900. Ti ketë për të ndruar shtu në kopësht tani këtë periudhën, do me thënë këto ditë që kanë ngelur nga shtatori dhe qershori. I mora dhe këtë kompletin pastaj, kjo më pëlqeu shumë, është shusti me 3 qerekshe. E për në kopësht to janë super. Këto ishin, se e kam këtu, nga që i provoj Ola i veshi, 6.900, 7.000 lek. Ja mora për 4-5 vjeç. Edhe bleu Endri çorape, edhe 2 palë gjinse që janë këtu. Nuk po ja u tregoj se... Ok. Pastaj shkuam tek dyqanin me 1500 bleu Ola një lodër, shumë e lezetshme, për 1500 lekë është super. I mora dhe unë këto të lëmbacet, ka 5 balona kështu me stiq, nga që i dua t'i vendosa mbajtja që kemi nga vjet, sepse e vendosim që Olës do ja bëjmë ditëlindjen të thjeshtë edhe këtë vit. Vitin tjetër pastaj duke qenë se të ndahet nga shokët edhe shoqet, do ja bëjmë të madhe, shpresojmë deri atëherë. Kështu që i mora këtë për t'ja vendosur të mbajtja, edhe një pakon me tullumbace, ka 50 copë duke thotë, 50 pink roll. Ok, kaq morëm atje, nuk morëm gjë tjetër. Tu kemi pakon e Temut. Jo thashë të e merja. I lëm këto 2 të mëdhajat për në fund. Ajo që më zgënjeu më shumë është kjo. Kjo është më shumë për qenusha, po shikoni sa e vogël është. Edhe nuk e di pse unë e kam marrë small. Kjo është fiks sa për një mace. Ola shko mbyllë telefonin andej? Nuk e di. Do ja jap dikujt që ka mace këtë, se kështu është shumë e bukur, nëse e shikoni. Ka me këtë lule këtu, shumë e lezetshme. Por që është shumë e vogël. Këtu kam nga këto gjethet, se lulja ime nuk po bëhet shumë kollaj të varur. Kështu që unë dua të vareshe këtë verë, se më pëlqen shumë kjo. Do e provojmë këto si do ri, nëse do shkojnë aty. Janë me gjethe pak më të vogla se ato, po okej. Mora një kështu me pika për në kokë. Këto që kanë dalë shumë në mod, po do i kombinoj me diçka tjetër. Këtu tani është kasa ime, por që është një kasë me pika, do ja tregoj pak më vonë tek pasqyra. Edhe një palë vëth. Jo nuk i shikoni tani aty, po ok, pra tregoj kështu. Më janë të tëra, se këto janë shumë të mira, këto plastiket, nga që nuk të vrasin veshi. Ka marrë nga këto që janë shumë të vogla, nuk e di sa duken, ja, që t'i vendos këtu te kjo, prandaj marrë kaq të vogla. Do i vendos pastaj, dhe do ja tregoj si duken vesh. Kaq ishin këto të voglat. Tani, ka marrë bizama, më pëlqyen shumë këto, më duken interesante. Pink, janë të shkurtra, edhe materialin duket që e kanë shumë të mirë. Edhe shpresoj gjithashtu të më rinë mirë. Okej, duken shumë mirë. I ka marrë mas small, edhe këto të poshtmet, shumë të bukura. Shpresoj edhe që të më rinë mirë, po kështu në sy i dalloj që do më rinë mirë. Okej, edhe e fundit. Është ky fundi, besoj se e mbani mend të fundin, e kam marrë edhe në ngjyrë gri, edhe s'mund të rria pa e marrë edhe në të zezë. Këta rinë shumë bukur, edhe seriozisht kush i ka qef fundet duhet i marrë patjetër. Rinë aq bukur në trup, sidomos për ne që jemi pak të dobshta. Kanë edhe ripin, unë kam një rip të tillë.
Këto ishin të gjitha kaq. Unë mundova të kthija 1-2 nga këto, kam kthyer 2, këtë që nuk ky në punë fare. Po okej, nice. Tani do bëhemi gati avash, sepse do ikim në Vlorë, sot është e diel. Ku do ikim? Okej, tham po bëjmë pushim sot, mërim në shtëpi. Bërëm drekën, hëngrëm, edhe unë i thash Endrit, sikur po na ha ndonjë ëmbëlsirë. Ku do na japësh? Në Vlorë. Kështu që okej, do ikim në Vlorë tek Big Scoop. Tani dikush po bën rëmuj këte, po duhet të çohem edhe t'ja ish rëmujat nga duart. Ika. Ja edhe kasa që po ju flisa, kjo me pika. Sitting in the basement of Heartland, I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Nuk e kam dritën e mirë këtu, po okej, do bëjmë video. Isha që parë tek dyqani frutaperineve, mora 1-2 gjëra që më duheshin. Si sot nuk kam bërë drek, edhe thash do skuq pak piperka, pak patlıcan, pak ungulleshka, një sallat me domate, edhe kështu që mora. Nana kastravec, domate, kungulleshka, piperka, speca, edhe patlıcan. Kam marrë nga gjitha nga pak, se kur marrim shumë nga ngelen te frigoriferi dhe nuk i përdorim. Ajo drasa aty është e dollapi që kemi hequr që të bënim një ndrim, e ka ngelur aty tani. Unë nuk e fut dot, nuk e vendos dot. Burrat siç janë burrat që do e vendos sot, do e vendos nesër. Nice. Do skuq sot tani, më vonë nuk është se kemi ndonjë plan, po thash do e hap videon, do filmoj, sepse javën tjetër kemi vlogun e Adrolës, edhe unë dua që të plotësoj këtë vlogun, ta mbyll edhe të nis pastaj vlogun e ditëlindjes me përgatitjet e të tjera. Edhe pse te kjo video kam futur pak nga gjërat që kam marrë për ditëlindje, por gjithsesi do kemi gjëra të tjera tek video e ditëlindjes. Ika. Po bëhesha gati të prisja patlıcanët tani dhe thash ja, do i bëj nesër të mbushur në tavë. Kështu që i futa në frigorifer edhe do bëj kungulleshkat edhe piperkat për sot, edhe një sallat. Okej, shumë. Bleva këtë. Paqim. Prap me një ditë tjetër sot. Nuk kam filmuar, sepse historikisht Adrola para ditëlindjes është së morur. Po këtë herë e humbi ditëlindjen te kopshti, festën e 1 qershorit, sepse gjeni e zuri Lia. E vizituam sot edhe po ka lijen. E zuri në fakt që të martën, kur erdhi nga kopshti, filloi temperatura po 37.5, jo, 0.2. Jo më shumë. Po tham, ndoshta do e zej ndonjë viroz. Dje, filloi të rriteshe temperatura, derisa i pash një puçër të vogël këtu. Kur i ngre bluzën, kishte pika të vogla fare. Edhe i thash Endri direkt që kjo është li. Filluan të shtoheshin, edhe sot në mëngjes pastaj e çuam për vizitë dhe na thanë që është Lia. Duhet të ri 10-12 ditë izoluar. Po sot është e inde dhe të hënën ka ditëlindjen, kështu që e humbi. Po nejse, do ketë ditëlindjen tjetër, domethënë kur bëj 6 vjeç. Po sot më erdhi një pako, thash po ju tregoj këto, po bëj edhe mbylljen edhe ta postoj të vlogun se e di që do zgjatet shumë pastaj dhe do ri shumë pa postuar. Kam 3 gjëra të vogla këtu, e këto i kam marrë me ato që duhet të marrësh kupona. Domethënë bësh 3 produkte porosi dhe merr kupona. Këto më pëlqejnë më shumë, janë shumë të bukura. Nuk i prisja kaq të bukura këto. Për nisë.
tjetrën dhe t'ja u tregoj më nga afër se duken akoma më bukur. Ja, i shkoni sa të bukura jam. Duken shumë bukur. Edhe në vesh besoj se do duken bukur. Ok. Mora dhe një palë kështu me fjongo. Kam pasur një palë për ngjyrë gold. Ato mundin nga që i vendosja edhe në plazhun, në det. E kësa ere i mora kështu argjent, ngjyrë argjent, që të mos më nxjerrin. Një gjë të fundit që kjo është kot. Është një varse kështu. Xhinxheri nuk është se ka shumë të keq. Edhe këtu në mes ka një gur të vogël. Unë e mora sepse aty tregonte që ri kështu, letur pas qafës. Po kjo, ndërkohë, është kështu. Edhe unë kështu nuk e dua. Po nejse. Unë këto i ktheva, kështu që nuk është se harxova ndonjë gjë kur. Kjo do ngelet tu, kurse këto dyja të tjera do përdore. Tani unë do e mbyll këtë videon edhe nuk e di sa do filmoj për ditëlindjen e Adrolës, do jemi vetëm në shtëpi, por që okej, do filmoj diçka që të ngelet kujtim. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer ky vlog. Ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në vlogun e radhës, në videon e radhës. Paqim!